Tani, do kalojmë tek receta tjetër. Ne përgatitëm qoftet suxhuk, tani do kalojmë tek receta e dytë, do t'i tregojmë mirë produktet në ekran për çfarë bëhet fjalë. Produktet. Çfarë përgatisim tani? Faktikisht kjo është një recetë greke, por jo që e përdoren grekët, e përdoren gjithandej. Quhet shkordalja. E kemi në dy mënyra. Në patate dhe autentikja është me bukë. Me bukë, skordalja. Po, sepse ka hudhrën, produktin kryesor, dhe unë kam bukën ose pataten. Po. I shkon shumë mirë këtyre qofteve, sepse është një bazë kremi, krem mund ta quash, që ka arat, kripa hudhra, edhe lëngu i limonit. Gjë që jep asaj një shije të veçantë. Nëse doni ju shumë mirë mund të jepni edhe bimë aromatike. Gjë që do t'i jap bimë aromatike. Filloj në fillim punën. E shohim me gramaturat, i tham pak a shumë produktet. Krem me hudhër dhe ara ose skordalja, recetë greke. Një fet bukë bajate, një franxholl, pakore, ose kjo buka që ju mbetet, që e bëni herë trana, herë qofte, do ta përdorni edhe për këtë kremin e sotëm, 2 filxhan çaj me arra, 8 thelpinj hudhër, gjysmë luge çaj krip të imët, 1 filxhan kafeje vaj ulliri dhe lëngu i një limoni apo një gjysmë limoni në varësi se sa të athët e doni kremin në fund. Del shumë i shishëm. Përdoret kryesisht për qoftet e përdorin kuzhina greke, po mezdetare kryesisht, kuzhina mezdetare. Ja të shohim tani se si përgatitet. Marr. Ja, bëjmë gati për ta servirur. I heq mirë. Duhet buka bajate. Nëse do të zgjedhim patate, do t'i zgjejmë dhe do t'i shtypim sipure? Po, autentikja është buka, autentikja. Më pas ka dalë, siç e kemi ne që kam të me tavën e kosit, që nuk ka qenë orizi. Orizi shtuar më vonë, ashtu dhe patatja është shtuar më vonë. Marrë dhe, çfarë mua ka ngelur këtu. Largoj dhe dorezat. Se vetëm punë me doreza nuk bëhet. Edhe këtu duhet më. Po e largoj. Ne mund t'i kalojmë duke shtypur në havan ose në të kundërt me grirsen. Po. Unë që t'jem më e përpikt, dua t'i kaloj. Sidomos dhe kur kemi një masë të caktuar, se kemi më pak. Pak ose fare këtu. Kripa më duhet. Dikur në havan, çfarë? Gjithçka ishte në havan, ishte gjithçka. Udhra, kokrat e ndryshme të erzave, deri te bimët aromatike, fara të ndryshme, frutat e thata. Por, ka një gjë që do të jetë bakër. Do të jetë bakër, do të jetë metal i rënd, që edhe shtypsat e ketë ato peshën e rënd, që të kemi mundësinë e dikur, çfarë ishin medikamentet që në lashësi riheshin në havan. Lëngun atë buka e shtrydhur nga uji e njomur, e limonit, kripën, lëngun e limonit, tu shtoj. Sërisht. Përse është vaj është që t'i japim atë masën. Të lidhen mirë, të ngjiten ato produkte, të japim një masë homogene. Pe largoj. Që të keni edhe ju fushpamjen. Pra, e dura është që t'jetë. Do të shtoj dhe masën e bukës këtu. Prandaj duhet një punim i mirë deri sa bëhet ajo masa e duhur kremoze.
gatim, çdo salcë në formën e një pureje, kërkon që të rihet mirë. Niki, të lutem shumë edhe ca bimë aromatike në frigorifer. Pra, shiko, kemi një masë të duhur. Pra, deri sa të arrim masën e vajt, nivelin e vajt që është i duhur tek unë. Shtoj majdanoz. Sërisht, jap. Pra në fund fare do të shihni një kombinim perfekt të qofteve, edhe salatës jeshile, pak pomodorini dhe një krem të tillë me këtë aromë fantastike që vjen prej majdanozit, pak nga limoni, pak hudhër. Ja një përmbledhje e kremi se çfarë ju duhet për ta përgatitur atë dhe Albana bën edhe servirin e dur krah qofteve për ta përmbyllur këtë kombinim të drekës që sugjerojmë ne sot. Pra, kremi me bukë të ndenjur, bukë bajate dhe përbërësit e tjerë i shohim pak në ekran dhe arra. Do të ketë një dorë ose një grusht arra patjetër, një fet bukë bajate, 2 filxhan prej arrave të qëruara, 8 thelpinj hudhër, krip të imët, vaj ulliri dhe lëngun e një gjysëm limoni apo një limoni të plotë si të doni ju. Ky krem shoqëron sigurisht recetat e mishit, kombinuar edhe me gatimet të tjera, kryesisht mishin. Atëherë, i largojmë që të kemi fushpamjen këtu. Po, me jep të vendosë të krah me... Ja, se s'kam paruar. Do t'i shtosh edhe ara të tjera. Pra, shtoj disa ara. Shija është fantastike. Provojeni, daq me bukën e njomur, nëse doni me patatet. Me qoftet, prandaj, unë kam bërë receta, janë ngritur recetat që të kenë kombinim me njëra tjetrën, por jo nuk është e thënë që juve t'i bëni për një vak dreke. Marrë dhe lag pak me ujë. Aroma që bizotëron është duket që ka një shije të mirë, se ndonjëherë shijen e përcakton dhe aroma. Pra ka pamjen e humusit që përgatisim me qiqra me tahin, po në përbërje ka të tjera produkte. E vendosim këtu me qoftet që të jetë shumë bukur. Atëherë, ja, e vendosim këtu. Këto ishin 2 recetat e para për këtë pjesë të parë të gatimit, qofte suxhuk dhe krem me bukë bajate dhe arra. Një krem fantastik. Do t'i merrni qofte, do t'i ngjyeni bashkë me sallatën, një kombinim perfekt dhe çfarë t'ju themi tani, është mëngjes. Ja, ku të provojmë t'ju themi. Kalojmë tani në publicitet, rikthehemi për recetën e tretë. Në recetën tjetër.